Këtu jemi në anijen e Brabusit, që është një paketë e madhe që kushton rreth 1 milion euro. Dhe këtu jemi me Dimitrin, i cili ka më na kallëzu më shumë se çka vjen me këtë parë. So this boat is the Shadow 300 by Brabus. We can be around 8 people on this boat. Dikon rreth kapacitet për 8 persona. Yes. So you can have different configuration. Konfigurime ndryshme për ulse. You can be sit like this. Po, Oh. mul kështu. You can just do this. Ose And mul edhe kështu. yes. Okej. Edhe A lavamani. sink Okej. here. Nice. Here you can find a fridge. Frigoriferin për pije. For the total package with the G-Wagon, the boat and the trailer, around 1 million euros. 1 million. Yeah. Ania, kjo farë rimorkjo edhe Brabusin 1 milion euro. Këtu ka So- kabina. Pra këtu është vendi për me fjetë për 2 persona. Këtu nër këto është toaleti, i vogël. Do më thonë, këtu është një lavaman për mi la durt, ku bëdo më mirë, midis detit, Here, of course, si hotel. you can charge your phone. Këtu ka për me mbush telefonin me USB. V8, 300 horsepower. 300 kuaj fuqi. Mercury. Kjo është ania prej jashtë, e prodhuar me pej Brabusit, ndërsa këtu e kem G-klasën. Ky emision mundësohet nga Garage Karoseri de la Colline, Sultan Drinks, Mjekra Store, Creative Hair Salon, Burger Bros, 99 SM, Kasbas, DT Group, Crypto Albanian, Renault Course, E kanë ndryshu amortizimin, rrotat e mdhaja për ma shumë e kanë më e përshtatshme për off-road, do më thonë jashtë asfaltit në rrugë vështira. Këto pjesë janë bëme me karbon, edhe ausfuat i kanë gjitë Brabusit, edhe këtë për rreth me fiber karboni. Braniku i pasëm, krejt karbon, edhe kjo nalt këtu, edhe kjo spoileri nalt është me karbon. Që nalt atje që i kanë gjitë dritat për me pas pamje më të mirë për off-road. Po ashtu e ka dhe vinqin, që mënet me tërheq kur mbetet me najkon, do me thonë edhe vetë mbetet dikon edhe vetë nxjerr vetën. Po ashtu edhe kjo. 800, do me thonë i ka 805 edhe 1000 Nm. Do me thonë ka fuqi për me ecë vetë në terrenet vështira, po edhe me tërheq atë peshën e madhe që ka për i brapa. Shënjestër.net